Presidenti Volodymyr Zelensky dhe disa udhëheqës të lartë europianë zhvilluan sot një telefonat me presidentin e SBA Donald Trump nga Tirana, ku u zhvillua samiti për Europën. Biseda u zhvillua menjëherë pas përfundimit të bisedimeve të paqes Rusi-Ukrainë në Stamboll, të cilat përfunduan me pak përparim për të një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosur. Presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Friedrich Merz, kryeministri britanik Keir Starmer dhe ai polak Donald Tusk ju bashkuan Zelenskit gjatë kësaj telefonate. Ukraina është e gatshme të ndërmarrë hapat më të shpejt mundshëm, por paqja të vërtetë do është e rëndësishme që bota të mbajë qëndrime të forta, tha Zelensky. Në vim ai theksoi se nëse rusët refuzojnë një ndalim të plot dhe pa kushte të zjarrit e vrasjeve, duhet ketë sanksione të forta. Presioni mbi Rusinë duhet vazhdojë derisa Rusia të jetë gati të japë fund luftës. Menjëherë pas kësaj, kryeministri polak e dënoi mosgatishmërinë e Rusisë për të ndaluar luftimet. Rusët në Stamboll de facto i kanë ndërprerë negociatat dhe kanë refuzuar të ndalojnë luftën, thaj koha për të rritur presionin, shprehet kryeministri polak. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar një telefonat apo takim me homologun rus Vladimir Putin për të arritur marrëveshjen finale të paqes në Ukrainën. Do ta zgjidhim, tha ai sot.